Mbrëma bashkëpunëtar, por veçanërisht mirëmbrëma qendrëstar. Unë jam Arditi dhe vi nga diaspora. Sonte nuk jam vetëm. Kështu që ftoj të gjithë diasporën bashkohet të në skenë. Historia ime është e të gjithëve ne që jemi këtu, sepse emigruam për një mundësi më të mirë që ateu nuk na dha. Ndërtuam një familje të shëndetshme dhe menduam se ja hollëm. Por jo, sepse sa herë kthenim kokën mbrapa nga Shqipëria, prindrit të rënkonin, s'kishin ilaçe, pensionet nuk i dilnin për ushqime. Ne i ndihmuam, por përsëri kur kthenim kokën nga Shqipëria, të afërm, miq dhe shok, kërkonin një vend pune jashtë ateut. Harruam të pyesnim ateun, pse o ate i dashur, trajton kështu qytetarët e tu. A ju përgjigj, për ju burra, gra, djem dhe vajza, që jeni shpërnda, bashkoni, dilni përballë kësaj politike që vjell çdo minutë pasuritë e mia. Ne sot jemi shumë, por do bëhemi më shumë. Ate nuk je vetëm, Zoti e bekon Shqipërinë, Zoti e bekon shqiptarët.